Një aksident i rënd rrugor i ka marrë jetën 37 vjeçarit me iniciale AU, i cili u transportua në gjendje të rëndë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Ngjarja u regjistrua në aksin rrugor Fush Arrës Bajram Curri në zonën e fshatit Porav. Fillimisht u dyshua se viktima ishte përplasur me një automjet tip Forestrat, por verifikimet në terren kanë nxjerrë një tjetër version të dinamikës së aksidentit. Sipas të dhënave paraprake, 37 vjeçari ka humbur kontrollin e motomjetit dhe është përplasur me murin ansor të rrugës. Forestrada e ndodhur pranë vendit të ngjarjes nuk ka qenë e përfshirë në aksident, por drejtuesi i saj është ndalur për t'i dhënë ndihmë të dëmtuarit. Pas aksidenti, 37 vjeçari është transportuar fillimisht në spitalin e Bajram Curri dhe më pas me helikopter drejt Tiranës, por nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit. Sipas njoftimit paraprak të policisë, rreth orës 8:45 në aksin Fush Arrës Fierz dyshohej fillimisht për një përplasje mes një automjeti me drejtues shtetasin me iniciale KH, 59 vjeç, dhe motomjetit të drejtuar nga shtetasi me iniciale AU. Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e plotë të dinamikës së ngjarjes.